çfarë po e bëj gjithë luftë? Kur unë u vdes 7 vjeç, 8 vjeç. Pastaj mendon që ora ka qenë Aleksandri në moshën time, ka qenë mbreti i gjithë botës, edhe iku me duar bosh. Pastaj shikon në tjetër në tip të pasur të fuqishëm, të pushtetshëm që e shkruan historia, po se mori gjë me vete. La diçka një perandori e cila u shkatruan nga pasardhët debila, idiota, bla bla bla. Edhe kam kuptuar të mbush apo të mbush. Ço duhet gjesh, duhet ti krijosh vetes tënde ideja se çfarë mund të mbushin ty, mund të jenë edhe fiktive, mund të jenë edhe idiotësira, mund të jenë edhe gjëra të parealizueshme, sepse unë besoj te eja barabartë me emocion katror. Filozofët më të mëdhenj, unë jam autodidakt në filozofi, edhe pse formimi im është shkenca politike, kështu që e kemi prekur dhe filozofinë politike. Për të thënë, sa për të thënë, sepse filozofia politike në fakultetin e shkencave sociale është Marxi. Janë disa debila që dalin para dhe mësojnë Marx. Marx gjithë ato shoqëri që e përqafuan atë doktrinë idiote, vetëm me urrëtie, se është doktrinë e bazuar në urrëtie, nuk ka asnjë gjë racionale. I thënë. Domethënë ata po na marrin veglat e punës. Po normale unë që krijoj këtë, do ta japin qeratë. Ku çeka, si çeka, pse do ta fal? Ku sheti për ta falur? Po unë jam për humanizmin, sepse le ta ndajmë humanizmin. A jeti human nëse ti mendon për shoqërinë, po ti nuk i takon nonën, babën? Ajo. Ke parë në një nga këta komunistët flasi për familjen? Tash si mund të prezumoj unë që ti të më duash mua më shumë se sa familjen tënde? Kur ti nuk e fotografinë e gjyshit, po më mbaj 7 breza.